Një operacion policor i koduar Destiny ka çuar në arrestimin e administratorit të klinikës dentare Dental Turk, e cila ndodhet në zonën e Don Boskos në Tiranë. Shtetasi turk Adnan Yizdizoglu, 59 vjeç, është vënë në pranga pasi në ambientet e klinikës së tij janë zbuluar shkelje të rënda ekonomike dhe shëndetësore. Sipas njoftimit të policisë së shtetit, gjatë kontrollit në klinik janë sekuestruar 300 shishe me produkte dentare, shumica e të cilave të skaduara dhe të pasigurta për përdorim. Produktet me një vlerë totale rreth 100.000 euro rezultuan të ishin pa fatura zhdoganimi dhe të pa autorizuara për qarkullim në treg. Përveç administratorit të arrestuar, janë proceduar në gjendje të lirë edhe 3 punonjës të tjerë të klinikës, koordinatoria 35 vjeçare dhe 2 laborantët. Hetimet janë në vijim për të përcaktuar dëmin ekonomik të shkaktuar ndaj shtetit si pasojë e shmangjes së detyrimeve tatimore nga ana e këtij subjekti. Operacioni u zhvillua nga seksioni për hetimin e pastrimit të parave dhe aseteve kriminale pas administrimit të shpejtë i informacioneve të siguruara në rrugë operative, të cilat tregonin për aktivitetet të palishme që cënonin sigurinë shëndetësore të qytetarëve dhe lishmërinë fiskale. Materialet procedurale për rastin i janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.